Shkojnë drejt votimit presidentit? Shikoj, mendoj që fillimisht është morë që pikërisht sot me 5 mars që ish dashur me e kremtuar në një farë mënyrë epopejnë ushtrisë shqiptare të Kosovës, nga e cila edhe filloi lindja e shtetit të Kosovës që sot e gëzojmë, me pas kësi marrëria në Kuvend Kosovës në organin më të lartë përfaqësues të vendit, në kundërshtim me dispozitat kushtetuese, me marrë veprime për shkak se kushtetuta shumë qartë përcakton që për me fillu procedura zgjedhjes presidentit apo presidentes duhet me qenë 80 deputet në sallë. Dhe 80 deputet nuk janë, që edhe u konfirmu, pra janë ka vishën gjarë të gjash, kështu që në kundërshtim me dispozitat kushtetuese, po vazhdohet seanca. Pra, potencialisht, në bazë të asaj që po e shoh, mund të ndodhë që edhe në kundërshtim me dispozitat kushtetuese këta ta mbajnë procesin e zgjedhjes për president, ta konsumojnë si procedurë, pra edhe me mungesë të korume që përcakton kushtetuta, dhe me gjarë të një deputet në raundin e tretë, ta shpallin i president, që në një farë mënyre të mundohen ta pengojnë presidentin që ta zbatoj kushtetutin, që në ora 12:01 ka të drejtë të merr vendimin që ta shpërndajë kuvendin dhe të shpall zgjedhje të jashtëzakonshme, sepse ka dështu zgjedhja e presidentit apo presidentes që përcakton e kushtetuta. Po gjitha këto veprime që janë marrë janë në kundërshtim me kushtetutin dhe unë mendoj që duhet me u ndal, pra kushtetuta është akti më i lartë juridik dhe